Mbani çaj kamomili në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale të qetësimeve shpirtërore dhe fizike. Ndryshe nga çaji i zi dhe çaji i jeshil, ai i kamomilit vjen nga një lule e bukur, e cila ka aftësi qetësuese dhe ngjitëse për gjumin. Lulja përmban flavonoide që janë përgjithsisht përgjegjëse për nxitjen e gjumit. Çaji bimor me aromë të frutave të ngjashme me mollën është i shijshëm dhe ka vlera terapeutike. Lulet e thata të kamomilit luftojnë inflamacionin, mykun, ulçrat dhe përmbajnë gjithashtu shumë antioksidant. Në këtë video do të zbuloni mënyra se si çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin tuaj. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të stomakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Nxit cilësinë e gjumit. Pini një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese, largon shqetësimet që ju lënë pa gjumë. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër migrenës. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Zorrët tuaja do të përfitojnë ndjeshëm nga përdorimi i çajit të kamomilit. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet gjithashtu kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorrës së irrituar. Ai funksionon gjithashtu edhe kundër gazrave dhe problemeve të fryrjes. Ndaj nëse doni të keni më pak shqetësime të tilla, përfshijeni çajin e kamomilit në dietën tuaj. Nëse doni një imunitet më të fortë, përdoreni çajin e kamomilit. Nëse prekeni rregullisht nga gripi ose e ftohura, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatërron ndjeshëm bakteriet e këqija të organizmit dhe sjell rezultate të kënaqshme për shëndetin e përgjithshëm. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë kundër të djegurave. Qytetërimet e lashta e përdorin kamomilin për të lehtësuar problemet e djegjes së lëkurës. Përdoreni çaj në kompresa në vendin ku keni edhe djegje të lëkurës, kryesisht ato të formuara nga dielli. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër rrafëve të zinj. Përdoreni çajin kundër rrafëve të zinj. Çaji largon inflamacionet e lëkurës, e freskon dhe jep asaj më shumë gjallëri. Përdorni bustinat organike ose kompresat për të qetësuar syt. Ndihmon gjithashtu edhe në zbardhjen më të mirë të lëkurës. Kamomili e ushqen dhe e zbardh lëkurën. Zjeni 2 bustina organike të çajit të kamomilit dhe qëndroni sipër avullit të lëshuar duke mbuluar kokën me peshqir. Kjo do ju qetësojë dhe do të zbardh lëkurën. Çaji i kamomilit është një lehtësues shumë i mirë i problemit të akneve. Kamomili është plot me antioksidant që luftojnë radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe gjithashtu edhe në largimin e bakterieve. Çaji i kamomilit është një zgjidhje fantastike kundër entjeve. Pini disa filxhan me çaj kamomili për të qetësuar muskujt ose bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur entjen e gjymtyrve. Gjithashtu çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për uljen e niveleve të sheqerit në trup. Kërkimet shkencore konfirmojnë se pirja e 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili është në të vërtetë një mënyrë efikase kundër niveleve të larta të sheqerit, në përmirësimin e shikimit ose nervave dhe në funksionin e veshkave. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër irritimeve të lëkurës. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzemat ose pickimet e insekteve mund të zbusin dhe të lehtësojnë problemin me çajin e kamomilit. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë për kontraktimet muskulare. Çaji i kamomilit qetëson muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë qetëson nervat dhe është e dobishme kundër ankthit dhe kundër stresit. Përdorimet e çajit të kamomilit janë vërtet të veçanta. Me çajin e kamomilit mund të bëni edhe banjo, të përdorni për gargar kundër inflamacioneve të fytyrës dhe të gojës, ose edhe ta përdorni në formën e avullit. Rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë fantastike edhe në nxitjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve, citon studimi.
Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale qetësuese shpirtërore dhe fizike. Arti të shijuarit të çajit ka lindur gjithashtu dhe është cilësuar si një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese. Nëse keni dhimbje të stomakut, përdoreni çajin e kamomilit. Çaji i kamomilit është ideal kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionet. Gjithashtu ajo mund të përdoret edhe në forma të ngjashme në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Nëse keni dhimbje të stomakut, nëse doni të përmirësoni cilësinë e gjumit, atëherë çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje produktive kundër këtyre shqetësimeve dhe të rrisë përfitimet e shëndetshme të trupit. Së pari, çaji i kamomilit mund të qetësojë sistemin tuaj nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkuesi shkencor në Universitetin e Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulë nivelin e ankthit të personat që janë të prekur prej tij. Kamomili qetëson edhe aparatin tretës. Ekstraktet e kamomilit ndihmojnë në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe lehtëson simptomat e zorrës së irrituar, edhe pse duhen edhe ta konsumoni në mënyrë të moderuar. Kamomili mund të përdoret edhe si produkt i kozmetikës. Një ndër mënyrat që gjyshet tona kanë përdorur ngjyrën e flokut është gjithashtu edhe hapja me kamomil. Studime të shumta kanë evidentuar se kamomili rrit reflekset e dritës kryesisht te flokët bjonde. Kamomili redukton irritimet e lëkurës. Për përdorime të jashtme ai rekomandohet kundër problemeve me lëkurën, sidomos ekzema dhe gjithashtu edhe largimin e skuqjeve të syve. Studimet kanë treguar se lulja e kamomilit është efikase kundër këtyre problemeve dhe kjo shpjegon faktin se përdoret gjërësisht në produktet e kozmetikës. Çaji i kamomilit redukton problemet me ciklin. Vëtit e kamomilit janë të shumta, mirë po veçanërisht sa u takon femrave, duke se u vjen më së shumti në ndihmë. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, shpjegohet se kamomili vepron si një qetësues kundër dhimbjeve të ciklit menstrual dhe inflamacioneve. Kamomili mund të ndihmojë në luftën kundër problemit të radikaleve të lira. Kohët e fundit disa studime kanë evidentuar vetit antiinflamatore të kamomilit. Studimet kanë treguar se kamomili mund të largojë gjithashtu problemet të radikaleve të lira dhe të përmirësojë shëndetin tuaj. Kamomili mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër bllokimit nga rufa. Çaji i kamomilit është gjithashtu një zgjidhje e mirë kur jeni të sëmurë dhe doni që të mbani larg infeksionet nga fyti, gripi ose sinuset. Studimet tregojnë se përdorimi i ekstraktit të kamomilit është i dobishëm kundër zakoneve të ftohjes. Përdorimi i tij në formë gargare ose çaji për të lehtësuar këto komplikacione mund të jetë një zgjidhje lehtësuese për shqetësimet tuaja të fytit dhe të japë gjithashtu rezultate fantastike për rritjen e imunitetit. Çaji i kamomilit dhe vajrat që ka ai si përbërës përdoren gjërësisht për shkak të vetive të tyre qetësuese. Megjithatë, efektiviteti i kamomilit si një ndihmë për gjumin mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë nëse konsumohet në mbrëmje si një lehtësues kundër këtyre shqetësimeve. Nëse doni të merrni një frymëmarrje më të qetë dhe pa probleme gjatë ftohjes, atëherë përdoreni në dietën tuaj çajin e kamomilit. Nuk mund të themi se kamomili është një recetë për ftohjen, por ai mund të qetësojë ndjeshëm gjendjen tuaj derisa të merrni një trajtim të specializuar nga mjeku përkatës. Kështu do të zbusë simptomat dhe do të jetë një mundësi shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll këto probleme. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik edhe në luftën kundër shqetësimeve të stresit. Kamomili mund të ndihmojë uljen e niveleve të ankthit dhe të stresit. Ai përmban apigenin, një përbërës që ka veti të luftojë gjithashtu problemet të ankthit. Studimet kanë zbuluar se ekstraktet e kamomilit nëpërmjet kapsulave mund të reduktojnë gjithashtu edhe problemet e stresit dhe të ankthit. Nëse doni të keni një sistem të fortë imunitar, përdoreni kamomilin në recetat tuaja të rregullta. Një studim i referuar sipas publikimeve të revistës së kimisë dhe bujqësisë dhe ushqimit doli në përfundimin se çaji i kamomilit, nëse konsumohet në mënyrë të rregullt, do të japë rezultate të mira në rritjen e imunitetit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.